Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për këtë ditë të fundit të korikut, 31 korik 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit dash për këtë të premte 8 kupat. Kjo letër flet për largimin nga diçka që dikur kishte rëndësi për ty, por tani nuk të sjell më kënaqësi, qetësi apo rritje emocionale. Ti zakonisht je një shenjë për t'afon ndryshimin në guxim, por ndonjëherë lidhjet emocionale të bëjnë të qëndrosh më gjatë në situata që kanë përfunduar ciklin e tyre. Sot universi të kujton se të largohesh nuk do të thotë të humbasësh, do të thotë të zgjedhësh veten. Hëna hyn në zonën tënde dhe të përfundimeve sjell një energji të fortë të pastrimi dhe mbylljeje. Mund të kuptosh se disa njerëz zakone apo situata nuk përputhen më me personin që je bërë. Dash, dëgjoj zemrën tënde, shenjat kanë qenë aty prej kohës, edhe pse një ndarje apo një lajm të mirë mund të jetë e vështirë, ndonjëherë hapësira që krijon duke lënë pas të vjetrën është pikërisht ajo që të duhet për të mirëpritur diçka më të bukur. Mesazhi i letrave tarot dash, kur diçka nuk të ushqen më shpirtin, guximi për t'u larguar është fillimi i një rruge të re. Demi, letra e tarotit për këtë të premte dem për 31 korik, hëna e përmbysur. Kjo letër të sjell një mesazh për të parë më thellë brenda vetes dhe për të kuptuar se çfarë po të pengonte aq përpara. Ti je një mik shumë i mirë dhe shpesh ndi t'u japësh të tjerëve këshillat më të mira. I inkurajon njerëzit të provojnë gjëra të reja dhe të mos kenë frikë nga ndryshimi. Por sot, ai person që ka nevojë për këshillën tënde je pikërisht ti. Hëna e përmbysur tregon se kokforcia ndonjëherë mund të jetë vetëm një mburoj që fshen një frikë të thellë. Ndoshta ke frikë të dalësh nga zona jote e rehatis, të ndryshosh situatë apo të marrësh një vendim të ri. Dem, sot sfida jote është të lësh pas dyshimet e të tregosh guxim, jo që të ndryshim sjell humbje. Disa ndryshime të çojnë drejt një versioni më të mirë të vetes. Dhe mesazhi i hënës së përmbyshur, Dem, ku përballesh me frikën tënde, fillon të shohësh qartë rrugën përpara. Binjakët, letra e tarotit për 31 korik binjak, 7 pentakulat. Kjo letër të fton të ndalosh pak ritmin dhe të shikosh me kujdes rrugën që ke ndjekur deri tani. Një nga sfidat e tua më të mëdha është dëshira për të provuar gjithmonë diçka të re. Kurioziteti yt të shtyn të eksplorosh ide, mundësi dhe përvoja të ndryshme, por ndonjëherë mund të harrosh të vlerësosh atë që ke filluar tashmë. Sot u krita për të nxituar drejt një aventure të re. 7 pentakulat të kërkon të marrësh kohë për të analizuar çfarë po ndërton, apo të çon kjo rrugë drejt qëllimeve të tua. Fokusi yt duhet të jetë tek rritja afatgjatë e jo vetëm tek rezultatet e menjëhershme. Gjërat e bukura kërkojnë durim, kujdes dhe përkushtim. Binjak, mbaj mend, farat që mbjell sot mund të bëhen sukseset e mëdha për të ardhmen. Dhe mesazhi 7 pentakulave për ju, binjak. Durimi dhe përkushtimi shpërblehen, mos u përqendro nga ajo që shkëlqen për momentin. Ndërtoj diçka që zgjat. Gaforia, letra e tarotit për këtë të premte gafore, 10 shpatat e përmbysura. Kjo është një shenjë shumë pozitive për shërim, rikuperim dhe lënien pas të dhimbjeve të kaluarës gafore. Ti je një shenjë që i përjeton emocionet shumë thellë. Zemra jote ndjen diçka dhe kur dikush të lëndon, plagët mund të zgjasin më shumë për të shëruar. Por sot kjo letër të kujton se edhe dhimbja më e madhe ka një fund. 10 shpatat e përmbysura tregon se po fillon të çlirohesh nga një situatë që të ka rënduar emocionalisht. Mund të kesh kaluar zgënjim, tradhti apo një humbje besimi, por tani po gjen forcën për të ecur përpara. Edhe pse një pjesë e jotja mund të vazhdojë të jetë e kujdesshme dhe të mbajë mbrojtje rreth zemrës, sot je më e gatshme të hapesh përsëri ndaj dashurisë dhe mundësive të reja. Mesazhi i shpatave për ty gafore. Shërimi fillon kur kupton se e kaluara nuk duhet të kontrollojë të ardhmen tënde. Zemra jote mund të dashurojë përsëri. Luani, letra e tarotit për sot, 6 kupat e përmbysura Luan. Kjo letër lidhet me papjekurin emocionale dhe me situata ku dikush ende nuk është gati t'i marrë përgjegjësitë për veprimet e veta. Sot mund të varesh disa sjellje të një person pranë teje që do të zgënjej. Ndoshta e ke parë këtë anë të tij dhe më parë, por ke shpresuar që gjërat do të ndryshonin. Luan, ti ke një zemër të madhe dhe ti shpesh përpiqesh të ndihmosh njerëzit të kuptojnë gabimet e tyre. Por letra të kujton se nuk mund ta detyrosh dikë të rritet apo të ndryshojë nëse ai person nuk e dëshiron vetë. Mund të japësh këshilla, të tregosh dashuri dhe të ofrosh mbështetje, por nuk është përgjegjësia jote të kujdesesh për dikë që refuzon të piqet emocionalisht. Sot vendos kufijtë të shëndetshëm dhe ruaj energjinë tënde.
Ndonjëherë mënyra më e mirë për të ndihmuar dikë është ajo të mësoj nga përvojat e veta. Dhe mesazhi i letrave për ty, Luan. Ti mund të tregosh dikujt rrugën, por nuk mund të ecësh në vendin e tij. Çdo njeri duhet të zgjedh vetë të rritet. Virgjëresha, letra e tarotit për sot Virgjëresh, 9 shpatat. Kjo letër lidhet me shqetësimet, mendimet e tepërta dhe ato momente ku mendja jote nuk pushon se kërkuari zgjidhje. Ti gjithmonë përpiqesh të gjesh mënyrën më të mirë për të bërë çdo gjë. Analizon detajet, planifikon dhe dëshiron që gjithçka të jetë në kontroll. Por sot mund të përballesh me një situatë që të duket sikur po të del nga duart, pavarësisht përpjekjeve të tua. Nënt shpatat të kujton se jo çdo gjë mund të rregullohet vetëm me mendje dhe me përpjekje. Ka disa gjëra që kërkojnë kohë dhe duhet i lejosh të zhvillohen vetë. Vigjeresh, mos e ngarko veten me përgjegjësi që nuk të përkasin. Ndonjëherë zgjidhja më e mirë është të pushosh të luftuarin me atë që nuk mund ta kontrollosh dhe t'i besosh procesit. Mesazhi në shpatave për ty Vigjeresh. Jo çdo shqetësim kërkon zgjidhje. Ndonjëherë qetësia vjen kur mëson të lësh të shkojë atë që nuk mund të kontrollosh më. Peshorja, letra e tarotit për këtë të premte peshore, 6 pentakullat e përmbysura. Kjo letër flet për bujarin, ndihmën ndaj të tjerëve dhe rëndësinë të dish kur dhe si ta ofrosh energjinë tënde. Të qenë të sjellshëm dhe zemërgjer është pjesë e natyrës tënde. Sot mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të ndihmuar dikë që e do, për t'i dhënë mbështetje, kohë apo edhe burime materiale. Por 6 pentakullat e përmbysura të kujtojnë se edhe qëllimet më të mira kanë nevojë për ekuilibër. Ndonjëherë ndihma mund të keq kuptohet, ose mund të japësh më shumë se duhet duke harruar nevojat e tua. Peshore, para se të japësh pyet veten, apo ndihmoj vërtet këtë person, apo po mbaj një barë që nuk më takon. Bujaria është një dhuratë e bukur, por duhet të shoqërohet me mençuri dhe kufi të shëndetshëm. Sot zgjidh momentin e dur për të dhënë dhe sigurohu që energjia jote po shkon aty ku vlerësohet. Mesazhi i letrave tarot. Zemra jote është e madhe peshore, por edhe bujaria ka nevojë për ekuilibër. Jep me dashuri, por mos haro veten. Akrepi, letra e tarotit, akrep për këtë të premte. 2 kupat e përmbysura. Kjo letër zakonisht simbolizon një lidhje të bukur, bashkëpunim, dashuri dhe një marrëdhënie ku dy njerëz gjejnë harmoni me njëri tjetrin. Por edhe marrëdhëniet më të forta kalojnë momente sfiduese. Sot mund të shfaqet një keq kuptim i vogël me një partneritet të rëndësishëm për ty. Një bisedë mund të kthehet në një përplasje mendimesh, ku secili përpiqet të mbrojë pozicionin e vet dhe askush nuk dëshiron të tërhiqet. 2 kupat e përmbysura të kujton se krenaria dhe dëshira për të pasur të drejtë mund të krijojnë distancë me dy njerëzve që në të vërtetë kujdesen për njëri tjetrin. Akrep, mos haro momentet e bukura që keni ndarë së bashku. Kujtoj edhe pse kjo lidhje ka rëndësi për ty dhe përpiqu të dëgjosh zemrën, jo vetëm mendjen. Në mesazhi i letrave tarot për akrepin, një lidhje e fortë nuk matet nga mungesa e problemeve, por nga gatishmëria për t'i kaluar ato së bashku. Shigjetari, letra e tarotit, mbreti i kupave e përmbysur. Shigjetar, kjo letër lidhet me emocionet e forta, kontrollin emocional dhe mënyrën se si reagojmë kur ndihemi të mbingarkuar. Ti mund të jesh një shembull i fortë për dikë që nuk ka kaluar ende nëpër të njëjtat përvoja si ti. Jeta të ka mësuar shumë dhe shpesh ka aftësinë për të parë gjërat nga një këndvështrim më i gjerë. Sot mund të shohësh një person pranë teje duke kaluar një moment të vështirë emocional. Dikush mund të ndihet sikur një problem është jashtë kontrollit dhe mund të reagojë më fort se ç'duhet. Shigjetar, roli yt është të ofrosh mbështetje dhe qetësi, por pa haruar të jesh i sinqert. Thuaj të vërtetën, por zgjidh fjalët me kujdes, që të mos dukesh i ftohtë apo pa ndjeshmëri. Mbreti i kupave i përmbysur të kujton se mençuria emocionale nuk është vetëm të dish çfarë të thuash, por edhe të dish si ta thuash. Mesazhi i mbretit të kupave. Fuqia e vërtet emocionale është të ndihmosh të tjerët me zemër të hapur, pa humbur ekuilibrin tënd. Bricjapi, letra e tarotit për sot Bricjap, është përmbajtja. Kjo letër sjell një mesazh të fuqishëm për ekuilibrin, durimin dhe gjetjen e ritmit të dur në çdo fushë të jetës. Ti je një nga shenjat më punëtore të zodiakut dhe shpesh përpiqesh të arrish gjithçka me përkushtim maksimal. Po sot universi të kujton se suksesi nuk vjen vetëm nga puna e palodhur, vjen edhe nga aftësia për të ruajtur ekuilibrin. Kjo letër të fton të gjesh harmoninë mes punës dhe pushimit, mes kursimit dhe shpenzimit, mes miqësisë dhe dashurisë. Nuk ke nevojë të bësh të gjitha menjëherë. Sot mund të kuptosh se hapat e vegjël janë mënyra më e mirë për të përdorur kohën dhe energjinë tënde.
Përparimi i qëndrueshëm është më i vlefshëm se sa nxitimi. Pritjap, beso këtë procesi. Çdo veprim i vogël që bën sot po të afron drejt qëllimeve të tua më të mëdha. Dhe mesazhi i letrave, ekuilibri është qelësi i suksesit. Es ngadalë, me durim dhe çdo gjë do të vijë në kohën e duhur. Ujori, letra e tarotit për sot ujor, 5 shpatat. Kjo letër lidhet me vlerën personale, besimet e tua dhe rëndësinë për të mos humbur veten duke u përpjekur të kënaqësh të tjerët. Sot universi të kujton të vlerësosh atë që je dhe në atë të cilën beson. Ti shpesh mendon për lumturinë e njerëzve rreth teje dhe përpiqesh të krijosh harmoni, por ndonjëherë mund të harrosh nevojat e tua. 5 shpatat të paralajmëron të mos bësh kompromise që të largojnë nga vetja. Nuk është e nevojshme të ndryshosh mendimet, vlerat apo dëshirat e tua vetëm për të fituar pranimin e dikujt. Ujor, forca jote qëndron në individualitetin tënd. Ndonjëherë zgjedhja më e madhe është të qëndrosh besnik ndaj vetes, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë menjëherë. Mesazhi 5 shpatave për ujorin. Mos e fiton një betejë duke humbur veten. Vlera jote nuk varet nga miratimi i të tjerëve. Dhe më rritëm tek shenja e fundit, peshqit. Peshq, letra e tarotit për sot, mbreti i shpatave. Kjo letër sjell një mesazh për mençurinë, qartësinë mendore dhe rëndësinë e përdorimit të arsyesh përkrahas emocioneve. Ti je një shenjë që shpesh udhëhiqesh nga zemra dhe intuita jote. Ndjen shumë thellë dhe zakonisht besimi tek emocionet të ka ndihmuar të marrësh vendime të rëndësishme. Por sot mbreti i shpatave të kujton se edhe mendja jote ka një zë të rëndësishëm. Nëse mendimet e tua bien në kundërshtim me ndjenjat, mos e injoro këtë përplasje. Në vend të zgjedhësh vetëm njërin anë, pyet veten, pse po ndihem kështu? Çfarë po përpiqet të më tregojë logjika ime? Sot mund të zbulosh një informacion të ri ose të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër. Kjo qartësi mund të të ndihmojë të veçanërisht në një marrëdhënie të rëndësishme për ty. Peshq, zemra jote udhëhiqet me ndjeshmëri, por mendja të ndihmon të shohësh të vërtetën. Dhe mesazhi i mbretit të shpatave, peshq, kur zemra dhe mendja punojnë së bashku, ti merr vendimet më të mençura. Ky ishte leximi i letrave tarot për 12 qenjat e zodiakut për 31 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Lani komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe. Miru dëgjofshim në muajin gusht.